Beja, si ndahet Hamasi me popullin e Palestinës? Po, natyrisht që çështja palestine është shumë komplekse dhe shumë më e gjerë se sa Hamasi. Hamasi është një prej organizatave të qëndresës së popullit palestines. Natyrisht që Hamasi është një organizatë e dhunshme dhe që përdor metoda terrori për të mbërritur qëllimet e veta politike dhe akti më brutal natyrisht është ai 7 tetorit të para 2 viteve. Pra, në këtë pikpamje nuk ka ndonjë dyshim. Por është një prej organizatave të qëndresës së popullit palestinez, të cilët luftojnë prej shumë kohësh për të mbërritur, për të përmbushur aspiratën e tyre për një shtet të pavarur dhe të lirë, ku të gjithë mund të jetojnë si qytetarë të lirë. Natyrisht që populli palestinez ka edhe problematika në organizimin e lëvizjes së vetë. Dhe këto problematika duken qartë edhe në konfliktin që ekzistojnë ndërmjet 2 palëve kryesore, Autoriteti Palestinez dhe Hamasit, të cilët kanë qenë në një konflikt të vazhdueshëm për shkak sepse e perceptojnë dhe e shohin qëndresën palestineze në forma të ndryshme. Njëra në një formë më paqësore dhe më të nënshtruar ndaj fuqive të mëdha, siç është Autoriteti Palestinez, dhe Hamasi që e sheh si një formë rezistence më agresive, më militare, duke përdorur edhe mjete ushtarake. Problemi është që a ka një zgjidhje të kësaj natyre për çështjen palestineze? Pra, ne nëse do të diskutonim Hamasi ka të drejtë apo jo që me këto metoda mund të mbërrihet drejt zgjidhjes së çështjes palestineze, unë besoj që janë kryeput të gabuar. Nuk mbërrihet në zgjidhjen e çështjes palestineze me metoda të kësaj natyre. Sepse ne po e shohim se çfarë po ndodh si kundërpërgjigje nga ana e Izraelit, kapacitetet nuk i kanë për të përballur me Izraelin dhe ata që e psojnë në fund të fundit janë qytetarët e pafajshëm palestinez, siç po i shohim, fëmijët, gratë, moshuarit që vriten çdo ditë në Gaza. Dhe mendoj që Hamasi në bindjen time e ka përmbyllur misionin e vet. Nuk del dot nga ky konflikt si një organizatë si që ishte përpara 7 tetorit. Dhe palestinezët do duhet që të gjejnë një formë tjetër të artikulimit të çështjes së tyre, dhe unë kam vënë re edhe presidentin Abbas që po bën edhe një tur për çarmatosjen e grupeve militante palestineze, qoftë edhe jashtë territorit të Palestinës, të bregut perëndimor dhe të Gazës, në mënyrë që të hapet perspektiva për një zgjidhje paqësore. Me siguri që këto janë lëvizje, besoj të dakordsuara, më gjerë me aktorë më të rëndësishëm. Por Izraeli sigurisht kërkon gjithë rripin e Gazës. Jo vetëm rripin e Gazës. A do të ketë efektivitet kjo qasja apo jo, kjo mbetet për tu parë. Natyrisht që në bindjen time ky është një konflikt pothuajse pa zgjidhje për fat keq. Izraeli, siç e ka demonstruar në mënyrë të veçantë qeveria e Netanyahut, dhe gjithë karriera politike e Netanyahut është ndërtuar mbi idenë që unë do të pamundsoj me çdo kusht krijimin e një shteti palestinez. Në këtë pikpamje ka një investim jashtëzakonisht të madh nga ana e Izraelit për ta pamundsuar krijimin e shtetit palestinez. Nëse një shtet palestinez nuk krijohet dot një shtet tjetër gjithëpërfshirës ku të gjitha palët të jetojnë të lirë dhe të barabartë, atëherë do mbetemi në një situatë të një shteti diskriminues, apartheidistik, që sundon mbi një pjesë tjetër të popullit, siç është edhe rasti konkret. Pra, zgjidhja është e largët dhe shumë e vështirë dhe natyrisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një vështirësi shumë të madhe për t'i imponuar një zgjidhje Izraelit. Qartë. Saudi Arabia? Kur flasim për Hamasin, duhet kuptojmë marrëdhëniet Hamasi dhe Izraeli. Fillimisht duhet të themi, a është Hamasi shkak apo është pasojë? Veprimet e Hamasit janë të dënueshme për gjithë botën. Por duhet kemi parasysh që Hamasi nuk është shkak. Hamasi është pasojë. Shkaktari i këtij konflikti, i kësaj lufte dhe i kësaj dhune është e ditur që dhe më së qartë që është Izraeli. Në Gaza, 2/3 e popullsisë
janë emigrantë. Ata nuk janë nga Gaza. Kam përqendrimi. Tepër se 2/3 e popullsisë. Ata janë nga Askalani. 80%. 80%, sakt. Janë nga Askalani, nga një zonë